Çfarë ndodh me Aksin, nuk e kemi në sy tek Po, se normalisht duhet të ekzistojë një audit i jashtëm, jo i brendshëm institucional për të parë dhe për të kontrolluar të gjitha tenderat apo kompanitë cilat aplikojnë për të marrë këto tendera. Ne sot për shembull një harrova të thea pak më parë, për rast shumë i thjeshtë është që ti je në sistemin e gjobave. Në qoftë se ti futesh në sistemin e gjobave, nuk del vetëm targa e makinës së personit, po bashkë me targën dalin edhe dhënat personale. Domethënë kaq në rrugë janë të dhënat tona personale, saqë mund dalin edhe në sisteme kaq si sistemi i gjobave, domethënë. Që s'kan rëndësinë të dhënave të tjera. Kam dëgjuar, nuk e kam timen, domethënë, një analizë për çështjen, se më përmendet çështjen e kostove, ndërkohë që projektet e tjera sado që mund të fryhen prapë ka një kufi. Sepse kjo tavolina jote mund bëj 1.000 euro, ti do bësh një marrëveshje mas që do prodhoj, do themi që bën 4, po nuk thot do 20.000 euro. Se ka një çmim referencë. Ka një logjik. Ka një logjik, kostoje. Në fushën e teknologjisë nuk ka çmime referencë. Dhe unë mund të them që këtë sistem unë e ndërtoj për 5 milion euro. Dhe ti nuk mund të thush pse 5. Kaq mëse është shpikje kjo, është ide, është mendje, është krijim. Pse ka çmime të çmendura arti? Një pikturë s'ka çmim referencë. Ti them, po ti më për këtë shkarravinën e shet 5 milion? Po mëre. Dhe shpesh arti përdoret si mekanizëm për të pastruar parat. Doli një i çmendur që bleu një banane 60 milion euro që ka hyrë në histori. Ai s'ishte i çmendur. Ai që e shiti ishte bashkëpunim me këtë për të pastruar para. Dhe ajo banania me një manikot që unë gjitë, u përdor si mekanizëm pastrimi i parash. Dhe të gjitha pikturat. Akshi këtu nuk i ka marrë lekët për shpikje. Akshi këtu i ka marrë lekët për shërbim. Dhe shërbimi jo vetëm ka të çmim referencë, po e ka të mirë përcaktuar në kontratë. Është vërtet. Ne nuk kemi blerë shpikje. Programet janë të blera, softet janë të blera. Jo, nuk e kisha në këtë kuptim. Unë e kisha në plan tjetër. Për shembull, problemet e rrugëve besohet në publik flas. Sepse është që është vjedhur tendri sepse unë e shoh rrugën që çahet. Që shëmbet pa u ndërtuar rruga mirë, apo që tuneli krijon plasaritje, ose rruga duhet kishte urën në dalje, nuk e ka etj etj. Dhe në kuptim raporti asaj që është e dukshme përmes me atë që unë dëgjoj e bën të besueshme. Ndërsa unë për shembull nuk e di se nuk duken frekuencat. Sistemet e mirëmbajtjes nuk janë sisteme që qytetari mund t'i shohë me sy ose t'i prek me dorë dhe të kuptoj që këtë linjën e internetit ti e ke bërë, po e thjeshtëzoj kaq apo. Edhe jo tani që ra i Albania, po dhe më përpara, shpeshherë kur ne aplikojmë, aplikime të ndryshme, bllokohet sistemi, i rikthehemi disa herë. Ky është një matës i cilësisë dhe standardit të përdorur. Denisa, kam edhe një pyetje që po e parashtroj tani për t'u rikthyer pas ndërprerjes së fundit publicitare, sepse shkojmë në pjesën e fundit të emisionit. Ka dalë një çështje, një temë, Durana. A është e lidhur me Akshin? Është Aksh dhe Durana apo çfarë? Shkojmë në publicitet dhe vim pastaj